Kur duhen edhe dy ditë nga supersfida javës së 8 të Superligës në stadiumin Loro Boriçi, do të përballen të premten duke nisur prej orës 17 Vllaznia dhe Tirana në një klasike tradicionale të futbollit shqiptar. Ish portieri i Vllaznisë, Partizanit dhe Kombëtares, si dhe ish trajneri i portierëve të kuqebluve Avenir Dani, jep opinionin e tij për këtë pragndeshje që pritet me interes nga tifozeria. Ndeshja shumë interesante. Historikisht të dy skuadra kanë bërë ndeshje tradicionale të kampionatit shqiptar. Dhe unë kam mendimin që këto dy skuadra përsëri do na shfaqin një ndeshje të bukur pavarësisht nga pozicioni i renditjeve që janë sot aktual, ku Vllaznia është në vendin e parë dhe Tirana jo me një paraqitje të mirë, po duke u referuar 2-3 javë të fundit Tirana po tregon që ka një ngritje. Gjithsesi, unë mendoj që Vllaznia është një skuadër shumë e mirë. Për mos më thanë, për momentin është më mira kampionati shqiptar dhe Vllaznia në ndeshjet në Shkodër i ka detyrim fitore. Sot Vllaznis i kanë ardhur si detyrim fitore në Shkodër për të tentuar dhe për të marrë vendin e parë dhe për të tentuar titullin kampion. Shurën e shoh një skuadër më pretendente se të gjithë të tjerat. Por gjithsesi thash, Tirana mbetet Tiranë dhe ndeshja duhet jetë e vështirë edhe për ne dhe unë them që duhet jetë një ndeshje rivalesh, duhet jetë një ndeshje shumë e bukur e kampionatit. Fal paraqitjeve shumë të mira në fushën e lojës, përfshirë edhe kryesimin e kampionatit me 16 pikë, 2 më shumë se Egnatja e vendit të dytë, në opinionin sportiv po flitet për një Vllazni nga më e mira viteve të fundit. Por cili është mendimi i Avenir Danit? Do të them që Vllaznia si mjetme është një skuadër e formuar mirë, ka një grup jashtëzakonisht mirë, ka një staf që po tregon që po punon shumë mirë me në krye Martinin, Edi po tregon hapësitë e veta si trajner shumë i mirë dhe po arrin me formu një skuadër kolektive, një skuadër me një ambient jashtëzakonisht të mirë, me një frymë fitore dhe po ta shohim në çdo intervistë si Tedi, si të sportistave, diskutimi dhe intervistat të tjera janë vetëm për fitore, që do të thotë kjo është një gjë e mirë. Dhe unë mendoj që është një nga pretendentët kryesore, por ama rruga shumë e gjatë dhe unë do të dëshirosha shumë që mos t'i prishet kjo atmosferë dhe mos të nollin gjatë rrugës gjanat pa kënë nga problemet anësore për të ndikuar në marrëvajtjen e ekipit, sepse thash edhe herë, është një grup jashtëzakonisht i mirë. Si pjesë e sektorit të portës, Dani flet edhe për paraqitjet e portierëve të Vllaznisë në 7 javët e para të kampionatit. Gjithsesi e filloi Juka me një paraqitje shumë të mirë, një djalë i ri me shumë perspektivë, por fatkeqësisht dëmtimi e la pak mrapa. Me futja portierit gjerman momentalisht po e justifikon. Mendimi jem krejt hala nuk jam i bindur që është i ambientuar totalisht me skuadrën, por do ja lëm kohës, sepse e favorizon edhe skuadra shumë e mirë, e favorizon edhe portierin normalisht.